Jemi këtu me hir të Perëndis, jo sepse meritojmë. Edhe sepse në jetën tonë ka shumë ulje, ka shumë ngritje, ka shumë probleme, ka shumë shqetësime, por jemi këtu, lavdrojmë, të adhurojmë dhe i përkasim Zotit. Do doja të flisim për një pjesë të shkurtër nga Bibla, një pjesë shumë e njohur, që të gjithë kanë kaluar, të gjithë ata që kanë besuar në Zotin Jezus kanë kaluar nëpërmjet kësaj pjese. Të dielën e kaluar, Perëndia erdhi këtu nëpërmjet vllajt dhe na tha që fjala është një shpatë me dy teja. Se fjala e Perëndis është një fjalë gjallë, është një fjalë vepruese. Edhe të gjitha këto janë shumë të vërteta. Sepse kemi marrë nga kjo fjalë, kemi dëgjuar nga kjo fjalë dhe sot jemi këtu. Do të lexojmë një pjesë nga Ungjillësi pas Gjonit, nga kapitulli 4, nga vargu 1 deri tek vargu 30. Është një pjesë shumë e dëgjuar nga ana jonë. Sot kemi edhe të ri në mesin tonë, ku Zoti Jezus i thret në jetën e tyre. Le ta lexojmë pjesën. Pra, kur Zoti mori vesh se farisejt kishin dëgjuar se Jezusi po bënte shumë dishepuj dhe po pagazonte më shumë se Gjoni, ndonëse se nuk pagazonte Jezusi vetë, por dishepujt e tij. E la Juden dhe shkoi përsëri në Galile. Por duaj të kalonte nëpër Samari. Arriti pra në një qytet të Samaris që quhet Sira, afër tokës që Jakobi kishte dhënë Jozefit, bijit të vet. Por aty ishte pusi i Jakobit dhe Jezusi, duke qenë i lodhur nga udhëtimi, u ul pranë pusit. Ishte rreth orës së 6. Një grua nga Samaria erdhi të nxjerrë ujë. Jezusi i tha: "Më jep të pi." Sepse dishepujt e vet kishin shkuar në qytet për të blerë ushqime. Atëherë gruaja samaritane i tha: "Po qysh, ti që je jude, kërkon të pish prej meje që jam një grua samaritane?" Sepse judejt nuk shoqëroheshin me samaritanët. Jezus u përgjigj dhe i tha: "Po tani e ti dhuratën e Perëndis, dhe kush është ai që të thotë më jep të pi, ti vetë do të kërkoje nga ai dhe ai do të jepte ujë të gjallë." Gruaja i tha: "Zot, ti as kovë nuk ke dhe pusi është i thellë. Prej nga e ke pra atë ujë të gjallë? Vallë, je më i madh se Jakobi ati ynë që na dha këtë pus dhe piu prej tij ai vetë, bijtë e tij dhe pakëtia e tij." Jezusi u përgjigj dhe i tha: "Kushdo që pi nga ky ujë do të ketë përsëri etje, por kush pi nga uji që do t'i jap unë, nuk do të ketë më etje për jetë, por uji që unë do t'ja jap do të bëhet për të një burim uji që buron në jetë të përjetshme." I thot gruaja: "Zot, më jep këtë ujë që unë të mos kem etje dhe të mos vi këtu të nxjerr ujë." I thot Jezusi: "Shko, thirrë burrin tënd dhe eja këtu." Ai ju përgjigj gruaja dhe tha: "Unë nuk kam burr." Jezusi i tha: "Mirë the, nuk kam burr, sepse pate 5 burra dhe ai që ke tani nuk është burri yt. Në këtë ke thënë të vërtetën." Gruaja i tha: "Zot, po shoh se ti je profet. Etërit tanë adhuruan në këtë mal dhe ju thoni se në Jeruzalem është vendi ku duhet të adhurohet." Jezusi i tha: "O grua, më beso, vjen ora që as në këtë mal, as në Jeruzalem nuk do të adhuroheni Atin.
Ju adhuroni atë që se njihni, ne adhurojmë atë që njohim, sepse shpëtimi vjen nga judejt. Por vjen ora, madje ajo ka ardhur, që adhuruesit e vërtet do të adhurojnë Atin në frymë dhe në të vërtet, sepse Ati kërkon të tillë si adhurues të tij. Perëndia është frymë, dhe ata që adhurojnë duhet të adhurojnë në frymë dhe në të vërtet. Gruaja i tha: unë e di se vjen Mesia, i quajtur Krisht. Kur të vijë ai, do të na kumtoj të gjitha. Jezusi i tha: unë jam ai që po të flet. Në këtë çast erdhën shepujt e tij dhe u mrekulluan që po fliste me një grua, por asnjë nuk i tha çfarë kërkon ose pse flet me të. Atëherë gruaja e la shtambën e saj dhe shkoi në qytet dhe u tha njerëzve: eja ne shikoj një njeri që më ka thënë gjithë sa kam bërë. Mos vallë, ky është Krishti? Atëherë ata dolën nga qyteti dhe erdhën tek ai. Le të kërkojmë ndihmën e Perëndisë për aq sa lexuam nga fjala e tij. Zot Perëndi, ne vim përpara te duke të falendëruar sepse ti je një Zot i dashur, një Zot që ke prekur zemrat e gjithë secilit për nesh. Ke ujtur zemrat e gjithë secilit për nesh me fjalën tënde. Prandaj ne të falenderojmë, ne të adhurojmë sepse ti je këtu në mesin tonë, ti je një Zot i gjallë dhe vazhdon të prek akoma më shumë zemrat e të njerëzve që nuk të njohin ty. Dhe kërkojmë, o Perëndi, bekimet e tuaja në këtë momente, kërkojmë drejtimin dhe udhëheqjen tënde. Kërkojmë, Perëndi, që fjala jote kudo që të shpallet, të jetë lavdi për emrin tënd të shenjtë. Perëndi, beko gjithë secilin për ne që jemi këtu. Në emër të Krishtit. Amin. Mendoj edhe u prek edhe radhën e kaluar pak. Çdo bim, çdo kopësht ka nevojë për ujë. Mamaja Kristina s'lin kokën, sepse kur shkua, mamaja e Mimozës po tun kokën. Kur shkuam tek shtëpia e saj, kishte një shtëpi të lulëzuar, një shtëpi që ishte shumë e bukur. Por ishte akoma më bukur mikpritja e saj. Dhe jemi shumë mirënjohës Perëndisë që kemi njerëz që na rrethojnë dhe sot ashtu në mesin tonë. Çdo bim ka nevojë për ujë. Mua më kujtohet kur isha i vogël dhe shkoja në fshat, në Dibër, në Zaldardh, Andeja. Dhe shikoja njerëzit e mi, xhaxhallarët halla që natën u turshin dhe shkoshin. Pse? Kishin radhën e ujit. Do të ishin bimët e tij natën. Atëherë ju takon të radha ujë. Pse? Sepse ujë, kudo që nuk ka ujë, nuk ka jetë, thohet në popull. Por jeta të krishterit nuk ka jetë pa këtë ujë të gjallë që thotë tek vargu 10. Që Krishti e jep për çdo. Dhe për gjithë ata që e kanë nevojë. Nuk e di nëse kam thënë nëse dikush e ka dëgjuar më përpara, një pjesë, një histori të jetës time, në fillimet e mia në 90-92-shin, nëse do më kujtohet mirë koha, të gjithë u turshim të kërkonim diçka që ishte e mbi natyrshme, mund ta quajmë, që ishte më mëdhej se sa njerëz që ekzistonin. Dhe për 2 ose 3 herë kam shkuar në kishën katolike, në katekizëm, në mos gabohesh, u quhet atëherë, dhe dëgjoja për si përket Zotit, edhe shumë gjërave tjera. Por aty, me të thënë të drejtën, nuk morëm gjë tjetër përveç se pinim ca lëngje që ata i kishin sjell nga jashteti që ishin për herë të parë. I shikonin për herë të parë atëherë dhe hanim ca gjëra të ndryshme që nuk i kishin parë ndonjëherë. Dhe kjo ishte ajo që më mbushi dhe shkova 2-3 herë në atë që quhet katekizëm. Por kur nuk më shkoj dhe nuk mora asgjë për sa i përket fjalës Perëndisë në atë gjë. Por nuk do të thotë që Perëndia
qëndron i heshtur. Është i gjallë, thamë radhën e kaluar, në predikimin e radhës kaluar, Perëndia është i gjallë dhe veprues. Është tu në mesin tonë. Vjen një moment më vonë dhe më gjen diku po prapë në të njëjtin qytet, në të njëjtin vend, por disa metra në distancë. Unë, si person, isha i njëjti me këtë grua samaritane. Pse? Në fjalën e Perëndisë lexuam sepse samaritanët nuk shkonin në Judej. Prejardhja ime ishte nga një vend muslimanesh, ashtu që kur e dini nga Dibra. Edhe shkosh të lexosh për Krishtin, ishte një kundërshtim me ata që kishim në jetën tonë. Por që këtu na thot fjala e Perëndisë se për Zotin nuk ka asnjë lloj dallimi. Të gjithë njerëzit i përkasin Perëndisë. Perëndia është ai që punon në zemrat e gjithsecilit prej nesh. Në vargun 10 Perëndia na thotë që unë do të jap ujë të gjallë. Uji nga vetë natyra mendoj që është i gjallë, është i lëvizur dhe vazhdon të jetë. Ashtu që thotë. Por Perëndia nuk e ka fjalën për këtë ujë që të kemi përsëri jetje, thotë në vargat më poshtë. Ujin që ne kemi sot për sot në shtëpia tona, në kudo që të ndodhet, është një ujë që na trupi e kërkon shpesh. E duam ta kemi shpesh në jetën tonë. Pra është një ujë që nuk ta shuan etjen, jo etjen për të pirë, por etjen shpirtërore të njeriu. Po të lexojmë tek vargu 14, fjala e Perëndisë vetë Jezusi na thotë që nuk do të keni më kurrë etje për jetë, në qoftë se do të pini nga ky ujë. Është një ujë që mbush boshllëqet tona. Një ujë që furnizon gjithsecilin prej nesh me dashurinë, me hirin dhe me paqen e Perëndisë. Fjalën e Perëndisë lexuam tek kapitulli 4, vargu 14, pjesa e 2 thotë që vargu 14, le ta lexojmë të gjithë. Por kush pi nga uji që do t'i jap, unë nuk do të ketë më etje por jetë. Por uji që unë do t'ja jap, do të bëhet në të një burim uji që buron jetë të përjetshme. Por flasim thjesht Zoti Jezus po ngjyllëzon, po i tregon për fjalën e Perëndisë një gruaje samaritane. Ashtu në shumë mënyra të ndryshme e ka treguar në gjithë secilin prej nesh dhe në kohë të ndryshme kemi dëgjuar për Jezusin. Por Jezusi nuk thotë që vetëm unë do të jap këtë ujë të gjallë dhe pastaj ti vazhdo rrugën dhe bëj çfarë të duash. Jo. Uji që buron jetë të përjetshme, thotë Zoti Jezus.
Dhe për këtu i kemi nevojë. Dhe për këtu i po flasim sot. Nuk do ngelimi vetëm tek uji, por ngelimi tek veprimet që gruaja vazhdoi të bënte. Në jetën tonë, dikur vazhdonim dhe mendonim që njihshim një Perëndi, por në realitet nuk e njihshim. Ashtu sikur fjala e Perëndis na thotë. Në Zotin e vërtet ka dashuri, ka mirësi, ka hirësi. Në Perëndin është një Perëndi i gjithkundodhur dhe din gjithçka. Ashtu sikur vllai e përmendi radhën e kaluar, ndërhyn deri në cepat më të thellë të zemrës së njeriu, të shpirtit njeriu. Din diçka dhe nuk mund të mshefim asgjë përpara Perëndis. Ky është një Zot që sot po thret gjithë secilin që dëgjon për herë të fjalë, për herë të parë këtë fjalë. Që Perëndia të do, Perëndia na do të gjithëve. Shikojmë edhe jetën e gruas së Samaritane se si Perëndia e dinte në thellësi jetën e saj. Dhe nuk mund të mshifte asgjë. Të njëjtën gjë kërkon Perëndia dhe nga ne. Që kur dalim përpara Zotit Jezus, e të kërkojmë të pim nga ky ujë, mos të mshefimi, mos të fshihemi, mos të largojmë gjërat që nuk na interesojnë përpara Zotit, por të nxjerrim në pa. Sepse është një Zot që din gjithçka, një Zot i gjithkundodhur, na thuhet në fjalën e Perëndis. Jo vetëm kaq. Pasi Perëndia na jep këtë ujë, na jep, nëse do ta themi, nëse ne pranojmë Krishtin, vazhdon të jetë i njëjti ai që vazhdon edhe na mëson në fjalën e Perëndis. Në vargu 24, Perëndis i pëlqen që ne të adhurojmë në frym. Sepse Perëndia vetë është frym. Edhe ky ujë i gjallë flitet për këtë frym. Kjo është fryma e Perëndis që na drejton dhe duhet të na drejtojë gjithë secilin prej nesh në jetën tona. Shikojeni pak jetën e gruas samaritane. Sapo e mori këtë lajm të mirë, la gjithçka, la shtambën dhe iku. Duke ikur me vrap dhe duke i thënë njerëzve: "Ja ne shikoni, thotë, një njeri që më ka thënë gjithë çka kam bërë." Kjo do të jetë dhe jeta e një të krishteri. Të dalim, të shpallim atë që Zoti Jezus ka bërë në jetën tonë. Atë ndryshim që Zoti Jezus ka bërë në jetën tonë. Sepse, ashtu sikur u përlexuam, është një ujë i gjallë që jep jetë. Po të lexojmë tek Gjoni, do lexoj dy vargje tek Gjoni 7, vargu 37 dhe 38. Por ditët e fundit, në atë ditë të madhe të festës, Jezus u ngrit në këmbë dhe thirri duke thënë: "Nëse dikush ka etje, le të vijë tek unë e të pi." Këto janë fjalë të Zotit Jezus. Bëhet fjalë për të njëjtën ujë që sapo dëgjuam. Nëse dikush don të pi nga uji që Jezus i jep, Jezus i pret, i mirëpret dhe me kënaqësi. Ai që beson në mua, si ka thënë shkrimi, prej brendësisë së tij do të burojnë lumej ujë të gjallë.
ashtu sikur Perëndia dhuron një frymë të gjallë, të njëjtën frymë do të kemi edhe ne. Të njëjtën frymë do të kemi ashtu sikur Zoti Jezus ishte në atë kohë. Të dalim, të shpallim, të punojmë për lavdinë e emrit tonë, emrit të Zotit Jezus. Dhe së fundi do doja të thota që për gjithë të krishterët që kanë besuar në Zotin Jezus dhe thonë që janë bijtë e Tij, duhet të ujiten vazhdimisht me këtë fjalë. Duhet të marrin vazhdimisht nga këtë fjalë, për ndryshe gjithçka do thahet. Në qoftë se një bime nuk i hedhim ujë tham, do thahet, do vyshket edhe do digjet, sepse nuk ka asnjë më vlerë tjetër. Dhe jemi të thirrur sot që të jemi të gjallë, të marrim një ujë të gjallë, dhe vazhdojmë të marrim nga ky ujë i gjallë dhe të kemi atë jetë që Pali e thot tek para Korintasve, nga kapitulli 13, nga ka vargu 4, deri në vargun 7, i cili Perëndia na flet duke na thënë: dashuria është zemërgjër, plot mirësi. Dashuria nuk ka zili, nuk krekoset, nuk fryhet, nuk sillet në mënyrë të pahishme, nuk kërkon të sajat, nuk pezmatohet, nuk llogarit të keqen, nuk gëzohet për padrejtësinë, por gëzohet me të vërtetën. I duron të gjitha, i beson të gjitha, i shpreson të gjitha, mban çdo gjë. Jemi të thirrur që kushdo që beson në Jezus t'i ketë të gjitha këto karakteristika sa po lexuam. Dhe këto nuk janë tash njeriut, por janë vetë të Zotit Jezus. Perëndia të na bekoj dhe të na drejtoj në fjalën e Tij. Amin.